Ky është lajmi më shokues i vitit dhe një rikthim që askush nuk e priste. Është e konfirmuar tashmë Real Madrid ka arritur një marrëveshje me Jose Mourinho. The Special One është gati të firmosë një kontratë 2 vjeçare me Galaktikët, ndërsa zyrtarizimi do të bëhet menjëherë pas ndeshjes së fundit kundër Athletic Bilbao. Por Mourinho nuk po vjen duar bosh. Ai ka filluar menjëherë të projektojë lëvizjet e para në Mercato dhe ka në plan një lëvizje shokuese: transferimin e Marcus Rashford nga Manchester United. Mourinho vlerëson shumë anglezin dhe dëshiron një ribashkim me 28 vjeçarin, pasi ka pasur në urdhrat e tij në kohën e tij te Manchester United. Dhe ndërsa Rashford mund të largohet, Manchester United ka marrë një ofertë luksoze nga Italia. Agjentët e Rafael Leao ja kanë ofruar yllin portugez pikërisht djajve të kuq. Milani është i lodhur me luatjet e tij dhe është gati ta shes për një shumë rreth 50 milionë euro. Por kuqezi nuk janë të vetmit që po përgatisin një fshes të madhe në Serie A. Tek rivalet e tyre, Juventusi po përgatit një revolucion të frikshëm. Plot 6 lojtarë janë të destinuar të largohen nga Torino këtë verë, duke filluar nga portieri Di Gregorio, mbrojtësit Federico Gatti e Juan Cabal, e deri te yjet e repartit të avancuar si Kob Miners, Openda dhe Jonathan Davis. Ndërsa në Itali po mbretëron kaosi, në Barcelonë gjërat po bëhen më serioze. Hansi Flick ka firmosur kontratën e re me klubin katalanas. Trajneri gjerman ka blinduar të ardhmen e tij në Camp Nou deri në vitin 2028. Barcelona gjithashtu ka refuzuar zyrtarisht të transferojë dyshen Dusan Vlahovic dhe Bernardo Silva. Të dy lojtarët ishin ofruar nga agjentët e tyre në javët e fundit, por klubi ka thënë jo dhe është fokusuar në drejtime të tjera. Nga ana tjetër, dëmtimi i Fermin Lopez duke se është tepër serioz. Barcelona ka njoftuar se mesfushori do të operohet dhe gjasat janë të mëdha që të mungojnë në Kupën e Botës. Nga dëmtimi në dëmtim dhe kësaj radhe në Paris, Ousmane Dembélé u detyrua të lërë fushën në pjesën e parë në derbin kundër Paris FC dhe kjo situatë ka shqetësuar stafin e PSG-s, pasi na ndajnë vetëm 2 javë nga finalja e madhe e Champions League. Këto ishin temat kryesore të ditës. Mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.